është pjesë e një situate që është underground, edhe këta nuk përpiqen ta fshehin, domethënë dhe Edi Rama dhe Sali Berisha. Ne kemi arritur Bruna, domethënë në një situatë, dhe këtu është fatkeqësia që opozita nuk është në këtë situatë historike që është duke ndodhur, që mund të jetë dhe shumë e keqe për Shqipërinë, por mund të jetë edhe kapërcim historik. Kush është? Është pas 10 vitesh të reformës së drejtësisë kur bë në gjysmëvund, sot lajmi është përplasja e kësaj klase politike për të cilën u bë kjo reformë. U krijua SPAK-u, u krijua GKK-ja. Sot kemi arritur në një pikë që po përplasen hapur. Dhe o do asgjësohet njëra Bruna, o do asgjësohet. Se 10 vjet bashkëjetesë, do të thënë, SPAK-u krijua për këta. GKK-ja u krijua për këta. PKH-ja u krijua për këta. Dhe 10 vjet bashkëjetesë nuk mund të vazhdojnë më gjatë. Dhe tani hapur ka filluar përplasja, por de facto përplasja nuk është thjesht me SPAK-un dhe me GKK-n, por sepse për mendimin tim SPAK-un me në krye kryetarin e SPAK-ut apo me Dumanin apo dhe gjykatët, këta i mundin kur të duan, ai të fuqinë janë, dhe në fundit ata njerëz janë dhe jetojnë e jashtë. Por përplasja e vërtet është me garantët, me iniciatorët, me garantët, me investuesit e këtyre institucioneve që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, që kemi parë që po reagojnë. Do ta prekim pak, do ta prekim dhe reagimin e fundit të ambasadës amerikane apo edhe të Bashkimit Evropian, po dua dhe pak të mbetemi te protesta. Çfarë mesazhi përcolli protesta dhe ai arriti qëllimit sipas te, Poli? Po shko tani, qëllimit për kilometrin e fundit, si thot Berisha, nuk pash ndonjë konsumim kilometrash aty, do të thënë kilometrat i konsumuan ata demokratët e shkret që i sjellin nga fundi i Shqipërisë, do të thënë të vinë nga Saranda, nga Korça, do 300-400 kilometra. Se kilometri i fundit, 1 kilometër fiks është nga kryeministria te zyra e Berishës dhe 1 kilometër fiks është nga kryeministria tek shtëpia e Berishës. Ata të tjerë bëjnë 100 kilometra për të ardhur aty. Çështja është që kjo protest po ka një vlerë për jehonën ndërkombëtare dhe e para, vihet re, do thënë, sepse dhe fakti që është përdorur zjarr, etj. Mediat e mëdha ndërkombëtare i kanë dhënë një rëndësi jo të veçantë, nuk e quajnë të veçantë, por e kanë pasqyruar dhe nuk është pak, kur flet fjalë për media të mëdha. Dhe aty thuhet që kush është arsyeja se pse po protestojnë, aty zgjedhë lloj korrupsioni i qeverisë, çështja Balluku etj. Kështu që në këtë kuptim ka një farë vlere, pavarësisht se zoti Berisha mburret me këtë jehonën, por po të shikosh përgjithsisht gati gjitha mediat prestigjioze, edhe herën e kaluar kishte shkruar dhe vetë revista më e madhe në Europë, Spiegel, sot ishte një zvicerian që kishte dërguar dhe korrespondentin